Gazetarë dhe përfaqësues të mediave vendore ishin të ftuar në Universitetin e Shkodrës në kuadër të festave të fundvitit në një takim me drejtues të këtij institucioni. Rektori Tonin Gjura i shprehu mirënjohjen për mediat e qytetit, duke vlerësuar gatishmërinë dhe profesionalizmin në pasqyrimin e veprimtarisë së universitetit për gjatë vitit 2025. Gjura i theksoi rëndësinë e vlerave të përbashkëta si dhe vizionin për një bashkëpunim të qëndrueshëm në funksion të informimit dhe rritjes së transparencës. Është rëndësishme që ne të ruajmë traditën së bashku, traditën pra media, televizione, universitet, sepse na bashkon. Tradita e Shkodrës na bashkon. Ndërsa transparenca për cilën kemi fol na afron, dhe ta forcojmë këtë transparencë, ndërsa përkrahet që ju duhet i bani dhe ne duhet i bëjmë gjithë së bashkut transformimit na çon përpara. Rektori Gjura i tha se 2025 për Universitetin e Shkodrës ishte një vit me sfida dhe vështirësi, por edhe me arritje. Ka qenë vit i vështirë për universitetin tonë, qoftë në aspekte të, të një buxheti që nuk është gjithmonë i mjaftueshëm, por në çështjet apo linjën akademike jemi përpjek të bëjmë brenda kuadrit të ligjit të 2015 atë çfarë ne kemi patur mundësi. Risi ka qenë forcimi 2 drejtorive, kërkimit shkencor dhe ndërkombëtarizimit. Në pritje të miratimit të ligjit të ri për arsimin e lartë viti 2026, pritet të sjellë sfida të reja, por edhe mundësi për përmbushjen e prioriteteve strategjike të Universitetit të Shkodrës.